700 luftëtar kundër një ushtrie që dukej e pamposhtur. Në vitin 1565, një nga ushtrit më të fuqishme të botës u shfaq para brigjeve të Maltës. Anijet osmane mbushën horizontin dhe dhjetëra mijëra ushtar zbritën në ishull me një qëllim të vetëm: ta pushtonin. Përballë tyre qëndronin mbrojtësit e Maltës. Ata ishin shumë më pak, dhe e dinin se nëse muret do të binin, nuk do të kishte ku të aratiseshin. Por komandanti i tyre mori një vendim që dukej i çmendur: të mos dorëzohej, edhe kur fitoria dukej e pamundur. Osmanët ishin të bindur se Malta do të binte brenda pak javësh, por nuk e dinin se pas atyre mureve nuk po luftonin vetëm për një kala, po luftonin njerëz që kishin vendosur të vdisnin para se të dorëzonin tokën. Dhe ajo që ndodhi gjatë muajve të ardhshëm do të trondiste gjithë Mesdheun. Si mundi një grup kaq i vogël t'i rezistonte një ushtrie shumë herë më të madhe? Dhe mbi të gjitha, se komandanti Osman bëri një gabim që mund t'i kushtonte perandorisë osmane një nga fitoret e saj më të mëdha. Kjo është historia e rrethimit të madh të Maltës. Viti ishte 1565. Në mesdhe, era e luftës kishte filluar të ndihej prej muajsh. Perandoria osmane ishte në kulmin e fuqisë së saj. Anijet osmane lundronin në përdetet e Mesdheut. Qytetet të tëra kishin rënë në kontrollin e saj, dhe emri i sultanit shkaktonte frikë nga Afrika e Veriut deri në brigjet e Evropës. Por në qendër të Mesdheut ndodhej një ishull i vogël, Malta. Në hartë dukej pothuajse i parëndësishëm, por për osmanët, Malta ishte shumë më tepër se një copë tokë shkëmbore. Ishulli ndodhej në një pozicion strategjik që kontrollonte rrugët detare midis Evropës, Afrikës së Veriut dhe lindjes së Mesdheut. Dhe mbi të gjitha, Malta ishte shtëpia e urdhrit të shëngjonit, kalorsve që prej vitesh ishin kthyer në një nga armiqt më të vendosur të perandorisë osmane. Kalorsit kishin luftuar kundër osmanëve në Rodos dhe, pasi u dëbuan nga ai ishull, u vendosën në Maltë. Ata nuk kishin harruar, dhe as osmanët. Për vite me radhë, kalorsit përdorën Maltën si bazë për sulme kundër anijeve myslimane. Për sultanin Osman, kjo ishte një plagë që nuk mund të lihej përgjithmonë e hapur. Prandaj, në vitin 1565, u mor vendimi. Malta duhej të binte. Ushtria që u nis drejt Maltës. Në pranverën e vitit 1565, një flotë e madhe osmane filloi të mblidhej. Anije transporti, galera luftarake, artileri, municione, ushtar, trupa elitare dhe komandant me përvojë. Objektivi ishte i qartë: të zbarkonin në Maltë, të rrethonin fortesat kryesore dhe të shkatëronin urdhrin e shëngjonit. Në kryet e ekspeditës ishte Mustafa Pasha, ndërsa komandanti i rëndësishëm i flotës ishte Pivale Pasha. Ata nuk po shkonin për një sulm të vogël, po shkonin për një pushtim. Forca osmane ishte shumë më e madhe se ajo që mund të mblidhte Malta. Shifrat ndryshojnë sipas burimeve historike, por bëhej fjalë për një ushtri prej dhjetëra mijëra njerëzish. Dhe kjo krijoi një problem të tmerrshëm për mbrojtësit, sepse nëse osmanët arrinin të përdornin avantazhin e tyre numerik në mënyrën e duhur, Malta mund të binte. Por osmanët kishin një problem që nuk mund ta zgjidhnin vetëm me numra. Maltë nuk ishte e pambrojtur. Jan de Valete. Në atë kohë, në krye të urdhrit të shëngjonit ishte një burr që do të bëhej legjend. Quhej Jan Parisot de Valete. Ai nuk ishte një komandant i ri. Kishte kaluar dekada duke luftuar. Kishte parë betejë, rrethime, humbje dhe vdekje. Dhe e dinte shumë mirë se çfarë do të thoshte të përballeshe me ushtrinë osmane. Valete e kuptonte një gjë që mund të vendoste fatin e Maltës. Nuk mund të fitonte një luftë të hapur kundër një ushtrie shumë më të madhe. Prandaj strategjia duhej të ishte tjetër. Duhej të përdornin muret, fortesat, topat, terrenin dhe kohën, sepse në një rrethim, koha mund të bëhej armë. Nëse osmanët do ta pushtonin Maltën shpejt, ata do të kishin sukses. Por nëse çdo bastion, çdo fortesë dhe çdo mur do t'u merrte ditë të tëra, atëherë ushtria pushtuese do të fillonte të paguante çmimin. Dhe Valete kishte një tjetër shpresë.
për forcimet nga Evropa, por për momentin, ato ishin vetëm një shpresë. Osmanët po vinin, dhe Malta duhej të qëndronte. Një ishull i vogël përballë një perandorie. Kur anijet osmane u shfaqën në horizont, lajmi përhapet me shpejtësi. Njerëzit në Maltë e kuptuan se ajo që kishin pritur prej vitesh më në fund kishte ardhur. Armiku ishte përpara tyre. Mijëra ushtar, qindra anije, artileri, kali, furnizime, dhe një komandë që besonte se fitoria ishte e arritshme. Mbrojtësit filluan të përgatiteshin. Në qytetet e fortifikuara u grumbulluan ushqime, u kontrolluan muret, u vendosën topat, u përgatitën pozicionet mbrojtëse. Civilët u përfshin në punë. Çdo njeri që mund të ndihmonte kishte një rol, sepse tashmë nuk bëhej fjalë vetëm për kalorësit, bëhej fjalë për mbijetesën e gjithë ishullit. Nëse osmanët do të thyenin mbrojtjen, pasojat do të ishin katastrofike. Valete e dinte këtë, por ai gjithashtu dinte diçka tjetër. Muret ishin aleati i tij më i madh. Sulmi i parë. Në ditët e para, osmanët filluan të studiojnë pozicionet e mbrojtësve. Ata duhej të vendosnin se ku do të godisnin. Maltë kishte disa pika të fortifikuara, por dy zona ishin veçanërisht të rëndësishme. Birgu dhe Senglea. Këto ishin pjesë e një sistemi mbrojtës që mund ta kthente çdo sulm në një makt. Por ekzistonte edhe një fortesë që dukej më e ekspozuar. Fort Site Elmo. Fortesa ndodhej në një pozicion strategjik në hyrje të portit. Nëse osmanët e merrnin atë, do të fitonin një avantazh shumë të rëndësishëm. Dhe pikërisht këtu filloi një nga kapitujt më të tmerrshëm të gjithë rrethimit. Osmanët vendosën ta sulmonin. Në letër, dukej e arsyeshme. Fortesa ishte më e vogël, mund të izolohej, dhe pasi të binte, rruga drejt objektivave të tjera do të bëhej më e lehtë. Por ata nuk e dinin ende se sa e shtrenjtë do të ishte ajo fitore. Site Elmo. Mbrojtësit e Fort Site Elmo nuk ishin mijëra. Ishin vetëm një grup relativisht i vogël, por kishin një avantazh të jashtëzakonshëm. E dinin se nuk kishin ku të shkonin. Pas tyre ishte deti. Përpara tyre ishte ushtria osmane. Nëse fortesa binte, shumë prej tyre do të vdisnin, por në vend që të dorëzoheshin, ata vendosën të rezistonin. Topat osman filluan të godisnin muret. Bubullima e artillerisë dëgjohej në gjithë zonën. Gurët dhe pluhuri ngriheshin në ajër. Muret filluan të dëmtoheshin. Por çdo herë që osmanët mendonin se kishin hapur një rrugë, mbrojtësit e mbyllnin. Ata riparonin dëmet, vendosnin pengesa, hapnin zjarr nga pozicionet mbrojtëse, dhe prisnin sulmin tjetër. Sulmet vazhdonin, njëra pas tjetrës. Dita kalonte, pastaj nata, dhe përsëri dita, por fortesa nuk binte. Gabimi që po bëhej. Osmanët kishin ardhur në Maltë me bindjen se fitoria do të ishte e shpejtë, por Site Elmo po konsumonte kohë, dhe kjo ishte pikërisht ajo që Valete dëshironte. Çdo ditë që kalonte ishte një ditë më shumë për mbrojtësit, por ishte gjithashtu një ditë më shumë për të pritur ndihmën. Problemi ishte se askush nuk mund ta dinte me siguri kur do të vinte ajo ndihmë. Në një rrethim, pritja mund të ishte më e tmerrshme se lufta. Ushtarët kishin nevojë për ushqim, kishin nevojë për ujë, kishin nevojë për municion, dhe njerëzit fillonin të lodheshin. Megjithatë, Valete nuk kishte luksin të mendonte për dorëzim. Nëse Site Elmo binte, ai duhej të vazhdonte mbrojtjen. Nëse Birgu binte, gjithçka mund të përfundonte. Dhe nëse Malta binte, urdhri i shëngjonit mund të zhdukej. Ditët e Ferrit. Sulmet ndaj Site Elmo u bën gjithnjë më të ashpra. Osmanët përdorën artileri të rëndë, gërmuan llogore, u afruan drejt mureve, krijuan pozicione për të goditur fortesën nga distanca më e përshtatshme, por mbrojtësit kishin një armë që nuk mund të matej me numra. Vendosmërinë. Ata e dinin se nuk do të vinin shumë njerëz për t'i shpëtuar.
Ata e dinin se ishin të rrethuar, dhe e dinin se çdo ditë mund të ishte dita e fundit. Por pikërisht kjo i bëri edhe më të rrezikshëm. Kur një ushtri e madhe sulmon një forcë të vogël, zakonisht pret që ajo të thyhet. Por çfarë ndodh kur ajo forcë e vogël nuk thyhet? Atëherë ushtria e madhe detyrohet të paguajë për çdo metër. Dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi. Mbrojtësit e fundit. Ndërsa ditët kalonin, Site Elmo po shkatërohej. Muret dëmtoheshin gjithnjë e më shumë. Pozicionet mbrojtëse bëheshin më të vështira për t'u mbajtur. Njerëzit ishin të raskapitur, por ende luftonin. Osmanët vazhdonin sulmet, dhe çdo sulm sillte viktima. Nga të dyja anët. Në një moment, fortesa ishte bërë pothuajse një grumbull rënojash, por edhe rënojat mund të mbroheshin. Mbrojtësit përdorën çdo mur të mbetur, çdo hapësirë, çdo armë, çdo gur, dhe kur nuk kishte më pothuajse asgjë për të përdorur, ata vazhduan të luftonin. Në fund, pas një rezistence të jashtëzakonshme, Fort Site Elmo ra, por fitoria osmane nuk ishte ajo që dukej. Ata kishin marrë fortesën, por kishin humbur një numër shumë të madh njerëzish dhe kishin humbur diçka edhe më të rëndësishme. Kohën, një fitore që kushtoi shtrenjtë. Kur lajmi për rënien e Site Elmo u përhap, mund të dukej sikur osmanët kishin bërë hapin vendimtar, por në të vërtetë, lufta sapo kishte hyrë në fazën e saj më të vështirë, sepse tani ata duhej të sulmonin pozicionet kryesore, dhe ato ishin shumë më të forta. Birgu, Senglea, pozicionet mbrojtura nga fortifikime të fuqishme dhe nga njerëz që tashme e kishin parë se çfarë kishte ndodhur në Site Elmo. Valete nuk kishte ndërmend të përsëriste të njëjtin skenar. Ai e dinte se osmanët do të vinin, dhe kësaj here ata do të ishin më të vendosur se kur. Por kishte edhe një problem tjetër. Koha po kalonte, dhe me kalimin e kohës, ushtria osmane nuk po bëhej domosdoshmërisht më e fortë, po lodhej, se 700 nuk ishin vetëm 700. Këtu duhet sqaruar një nga keqkuptimet më të mëdha të historisë së këtij rrethimi. Shpesh historia tregohet si 700 kalorës maltez mundë 20.000 osman. Kjo është një mënyrë dramatike për ta treguar historinë, por nuk është tabloja e plot. Mbrojtësit e Maltës nuk ishin vetëm 700 njerëz. Kishte kalorës të urdhrit, ushtar të tjerë, milici malteze dhe njerëz të përfshirë në mbrojtje. Shifrat e sakta ndryshojnë sipas burimeve dhe fazës së rrethimit. Po ashtu, ushtria osmane ishte shumë e madhe se 20.000. Pra, ajo që ndodhi nuk ishte një përleshje ku 700 njerëz dolën në një fushë dhe mundën një ushtri prej 20.000 vetësh. Ishte diçka shumë më interesante. Një forcë më e vogël përdori një fortesë dhe një sistem mbrojtës për ta detyruar një ushtri shumë më të madhe të paguante një çmim të jashtëzakonshëm për çdo sulm. Dhe kjo është arsyeja pse rrethimi i madh i Maltës është kaq i rëndësishëm. Sepse në luftë, numrat nuk janë gjithçka. Terreni mund të ndryshojë gjithçka. Fortifikimet mund të ndryshojnë gjithçka. Dhe koha mund të bëhet armë. Osmanët përgatiten për goditjen e madhe. Pas rënies së Site Elmo, komandantët osman e kuptuan se duhej të vepronin. Nuk mund të humbnin më javë të tëra. Objektivi tjetër ishte shumë më i rëndësishëm. Birgu. Nëse Birgu binte, mbrojtja e Maltës do të merrte një goditje katastrofike. Artilleria osmane u pozicionua. Topat filluan të godisnin fortifikimet. Muret dridheshin, por brenda Birgut, Valete dhe njerëzit e tij përgatiteshin. Çdo shtëpi mund të bëhej pozicion mbrojtës. Çdo rrugë mund të bllokohej. Çdo mur mund të përdorej. Dhe çdo njeri duhej të dinte se çfarë të bënte. Mbrojtja nuk ishte vetëm detyrë e ushtarëve. Edhe civilët ndihmonin. Transportonin materiale. Riparonin dëmet. Sillnin furnizime. Dhe në disa raste luftonin. I gjithë qyteti ishte kthyer në një fortesë. Sulmi mbi Birgu. Kur filloi bombardimi i madh, toka dukej sikur dridhej. Topat osman qëllonin pozicionet mbrojtëse.
Pluhuri mbulonte muret. Por pas çdo shpërthimi, mbrojtësit dilnin përsëri. Osmanët tentuan të afroheshin, por mbrojtësit hapnin zjarr. Një grup arrinte pranë murit, dhe pastaj goditej. Një tjetër sulm. Përsëri zëmbrapsej. Sulmet vazhdonin, por birgu nuk binte. Në këtë moment, problemi për osmanët po bëhej gjithnjë më serioz. Ata kishin humbur shumë burra në site Elmo. Kishin shpenzuar sasi të mëdha municioni, dhe tani po përballeshin me fortifikime edhe më të vështira. Ndërkohë, në Evropë, lajmi për rrethimin kishte filluar të përhapej, dhe njerëzit po prisnin të shihnin nëse Malta do të mbijetonte. Shpresa e fundit. Valete kishte nevojë për ndihmë. Ai nuk mund të mbante pafundësisht një ushtri të tërë me forcat që kishte, por ai kishte bërë atë që duhej të bënte. Kishte fituar kohë. Çdo ditë që Sate Elmo kishte rezistuar kishte qenë një ditë shtesë. Çdo sulm i zmbrapsur në birgu ishte një tjetër ditë. Çdo natë pa rënë qyteti ishte një tjetër shpresë. Por ndërsa rrethimi vazhdonte, pyetja më e rëndësishme po afrohej. A do të mbërrinin përforcimet para se Malta të binte? Sepse nëse ato nuk vinin, Valete mund të mos kishte më asnjë alternativë. Dhe në anën tjetër të ishullit, komandantët Osman po përgatitnin një nga sulmet më të fuqishme të gjithë rrethimit. Ata besonin se mbrojtësit ishin pranë fundit, por nuk e dinin se rezistenca e Maltës kishte filluar të shndërrohej në diçka që nuk mund ta kishin parashikuar. Një betejë kundër kohës. Dhe pikërisht kur dukej se gjithçka po shkonte në favor të perandorisë osmane, në horizont filloi të shfaqej një shpresë. Një forcë ndihmëse po përgatitej, por a do të arrinte në kohë? Dhe çfarë do të ndodhte nëse mijëra ushtarë të rinj do të shfaqeshin papritur pas krahëve të ushtrisë osmane? Përgjigjja do të vendoste fatin e Maltës, dhe do ta kthente rrethimin e madh të vitit 1565 në një nga disfatat më të famshme të historisë osmane. Por para se të vinte ajo ditë, Valete duhej të mbijetonte edhe një sulm të fundit. Rrethimi i madh i Maltës. Deri në fund të verës së vitit 1565, Malta ishte kthyer në një tokë të shkatëruar. Muret ishin dëmtuar, furnizimet po paksoheshin, ushtarët ishin të raskapitur, dhe mijëra njerëz kishin humbur jetën. Por ende, Malta nuk ishte dorëzuar. Jan de Valete e dinte se armiku ishte gjithashtu në një gjendje të rëndë. Ushtria osmane kishte humbur shumë njerëz gjatë javëve të sulmeve. Sëmundjet dhe lodhja kishin filluar të rëndonin mbi trupat, dhe vera e nxehtë e Maltës nuk ishte aleate e tyre. Por osmanët ende kishin një avantazh të madh, numrin, dhe komandantët e tyre vendosën të bënin edhe një përpjekje. Sulmi i fundit. Në fillim të shtatorit, situata dukej kritike. Mbrojtësit e Maltës nuk e dinin nëse do të mund të përballonin një tjetër sulm të madh, por pikërisht atëherë ndodhi diçka që osmanët nuk e kishin parashikuar. Nga Sicilia po afrohej një forcë ndihmëse. Mijëra ushtar. Ata kishin mbërritur më në fund. Dhe më 7 shtator 1565, përforcimet zbarkuan në Maltë. Ky ishte momenti që mund të ndryshonte gjithçka. Komandantët Osman e kuptuan se situata kishte ndryshuar. Ata nuk po përballeshin më vetëm me mbrojtësit e lodhur të fortesave. Tani kishin një tjetër ushtri përpara. Dhe më e keqja ishte se vetë ushtria osmane ishte e konsumuar nga rrethimi. Përplasja vendimtare. Forcat osmane u përpoqën të përballeshin me përforcimet, por morali nuk ishte më ai i fillimit. Ata kishin ardhur në Maltë duke besuar se do ta merrnin ishullin. Në vend të kësaj, kishin kaluar muaj duke sulmuar mure. Kishin humbur mijëra njerëz. Kishin shpenzuar municione. Dhe tani një forcë e re po u afrohej. Në anën tjetër, mbrojtësit e Maltës e kuptuan se më në fund kishin një mundësi. Ata dolën nga pozicionet e tyre. Forcat osmane u vunë në presion nga disa drejtime. Situata u bë kaotike, dhe komandantët osman morën vendimin më të dhimbshëm. Duhej të tërhiqeshin. Pas muajsh luftimesh,
Ushtria Osmane braktisi Maltën. Më 11 shtator 1565, rrethimi kishte përfunduar. Malta kishte mbijetuar. Një humbje që tronditi Evropën. Lajmi për fitoren u përhap me shpejtësi. Në Evropë, fitoria u prit si një ngjarje e jashtëzakonshme. Perandoria Osmane, një nga fuqitë më të mëdha ushtarake të kohës, kishte dërguar një ushtri të madhe për të pushtuar një ishull të vogël. Por ishulli kishte rezistuar dhe kishte mbijetuar. Për urdhrin e Shën Gjonit, kjo ishte më shumë se një fitore. Ishte mbijetesë. Nëse Malta do të binte, urdhri mund të humbiste bazën e tij. Por tani kishte treguar se mund t'i rezistonte edhe një prej ushtrive më të fuqishme të botës. Jan de Valette u bë një figurë legjendare. Por edhe vetë Malta ndryshoi. Pas rrethimit, u kuptua se duhej ndërtuar një qytet i ri dhe më i fortifikuar. Kështu u zhvillua qyteti që më vonë do të njihej si Valletta, i emërtuar në nder të Jan de Valette. Por çfarë ndodhi me 700 luftëtarët? Këtu duhet të kthehemi te pyetja që e bën këtë histori kaq të famshme. Si mundën kaq pak njerëz të rezistonin ndaj një ushtrie kaq të madhe? Përgjigjja nuk është magji dhe nuk është thjesht heroizëm. Ishte një kombinim i shumë faktorëve. Mbrojtësit kishin fortifikime të jashtëzakonshme, kishin artileri, kishin njohuri të terrenit, kishin një komandant me përvojë, dhe mbi të gjitha, kishin një objektiv të qartë, të fitonin kohë. Ata nuk kishin nevojë të shkatëronin të gjithë ushtrinë osmane. Mjaftonte të mos lejonin që ajo të fitonte shpejt. Dhe kjo strategji funksionoi. Osmanët humbën kohë, pastaj humbën njerëz, pastaj humbën iniciativën, dhe në fund, humbën luftën. Mësimi i rrethimit të Maltës. Historia e vitit 1565 na tregon diçka shumë të rëndësishme. Në luftë, një ushtri më e madhe nuk do të thotë gjithmonë fitore. Numrat kanë rëndësi, por edhe terreni ka rëndësi. Fortifikimet kanë rëndësi. Logjistika ka rëndësi. Morali ka rëndësi. Dhe koha mund të jetë arma më e fuqishme nga të gjitha. Osmanët kishin ardhur me një ushtri të madhe, por Malta i detyroi të luftonin për çdo metër, çdo bastion, çdo mur, çdo ditë, dhe ndërsa ata luftonin, koha punonte kundër tyre. Një histori që nuk duhet harruar. Rrethimi i madh i Maltës nuk ishte një betejë thjesht me 720.000 njerëzve. Ishte një nga rrethimet më të mëdha të shekullit e vet. Ishte një luftë midis një perandorie të madhe dhe një force mbrojtëse shumë më të vogël që përdori çdo avantazh që kishte. Mbrojtësit nuk ishin të pathyeshëm. Ata humbën mijëra njerëz. Fortesa u shkatëruan. Qytete u bombarduan. Por ata nuk u dorëzuan. Dhe pikërisht kjo e ndryshoi historinë. Nëse Malta do të kishte rënë, ekuilibri i fuqisë në mesdhe mund të kishte ndryshuar ndjeshëm. Por Malta qëndroi, dhe emri i Jan de Valette mbeti i lidhur përgjithmonë me atë fitore. Në fund, pyetja nuk është, si mundën 700 burra të mundnin 20.000? Pyetja më e saktë është, si arriti një forcë shumë më e vogël të përdorte fortifikimet, disiplinën dhe kohën për të ndaluar një nga ushtritë më të fuqishme të shekullit e vet. Dhe përgjigjja është historia e Maltës. Një ishull i vogël, një ushtri e madhe, mure të bombarduara, mijëra të vrarë, dhe njerëz që refuzuan të dorëzoheshin. Në vitin 1565, Malta nuk fitoi sepse ishte më e fortë. Fitoi sepse arriti të qëndronte në këmbë mjaftueshëm gjatë, derisa ushtria që e rrethonte nuk mundi më të vazhdonte. Dhe për këtë arsye, edhe pas më shumë se 460 vitesh, rrethimi i madh i Maltës mbetet një nga historitë më të jashtëzakonshme të rezistencës ushtarake në historinë e mesdheut.